nderuar të portalit Zero Sport, ju përshëndesim nga kusha e Kajrakçurit, kusha e madhe e Shënbotit, kusha e madhe cila ka dhënë 214 dëshmorë dhe martesë të mëdha. Mirë, për nuk të flasim për historinë, të flasim për historinë e sportit, për historinë e futbollit, për futbollin aktual. Prandaj është legjenda e futbollit, krenaria e futbollit kosovar Nemar Devori. Nemar këtë ditë është në pushim në vendin e tij, është Nemar. Nemar, përshëndetje, mirë se erdhe në vendin tënde, mirë se të gjetëm në Krushën e Madhe, në Krushën Martjene. Përshëndetje vllazim, mirë se erdhët ju në vendin time, mirë se ju gjeta dhe unë dhe faleminderit për ftesën në emisionin tuaj. Është kënaqësi që kemi afër të bëjmë intervistë me një yll të futbollit që bëna bëni krenar gjithnjë më shumë. Faleminderit shumë, është kënaqësi edhe ime. Krenaria fillon qysh në hapat e parë të futbollit, ju keni nisur karrierën në Krushën e Madhe në Liri, pastaj vazhduat me Ballkon aty ku filluat të merrni rajmën. Na flisni pak për këtë aspekt. Po, unë si gjithë fëmijët tjerë kosovarë, e dim që fillon Klozim Lagje. Pastaj moshë 6 vjeçare u regjistrova në klubin futbollistik Iria Prizren. Aty deri në moshën 18 vjeçare isha, pastaj bëra lëvizje në Kroacinë e Split. Qëndrova atje për 3 vite, nuk shkoj ashtu siç planifikova dhe u ktheva në Kosovë përsëri në ekipin e FC Ballkanit dhe aty ku bëm edhe historinë, ku shkoi gjithçka mirë. Aty edhe bët historitë dhe morët hapa, fillove të bësh edhe një emër i njohur, dhe fillove edhe me kombëtarën e Kosovës, që filluar nga fillimisht kur mosha 18 apo. U 17, pastaj u 19, unë 21 kështu më radh. Cila ishte karriera juaj, cila ishte suksesi juaj, cila ishte motivi, arsyeja që ju të sukses shkruani në këtë të suksesshëm? Po normalisht e kam cekur gjithmonë, kam punuar për këtë sukses që kam arritur tani, duke e ditur që nga cili fshat bi, cili kem shumë martirë, shumë dëshmor të am në luftë, kjo më jep motiv shumë madh, duke i parë edhe sa talenti që kanë qenë këtu dhe kanë lozur më herët, që nuk ishte ajo koha e duhur që mund të bënin ndonjë hap të madh në karrierë, për shembull futbollistat po flasin para një kohe gjatë, por ishte fati im që të arri dhe të vazhdoj të bëj krenar. Shpresoj që jam duke i bërë krenar kështu fshatin tim. Ju bërë dhe përmendet pak më parë historinë me klubin futbollistik të Ballkanit, një krenari, jo vetëm për Ballkanin, edhe për regionin e Prizrenit, por për mbar Kosovën. Ju aty edhe këtë temë edhe treguar lojrat cilësore në Evropë. Fillimisht në Kosovë, shkollës kampion, vjen shumë më të mirë se të tjerët. Sa ishte kontributi i Lubarëve dhe të tjerëve në këtë aspekt dhe çfarë do të thotë kjo për ju personalisht? Po normalisht sa të futem lojën e mundohem të jap më të mirën time, po ashtu ndodhi edhe te ekipi e Ballkanit ku siç e ceka edhe ti ku shkruam histori në futbollin kosovar, po ashtu edhe në Evropë, kështu që besoj që kam kontribuar aq shumë edhe me gjithë ato mundësitë mia dhe jam munduar që ta jap gjithmonë më të mirën që shpallemi kampion dhe të bëjmë histori në Evropë, siç edhe e bëm. Patët futbollistë cilësor, do nisë gjithmonë nga ju dhe të tjerët, por patët edhe një trajner cilësor. Sa ndihmoi trajneri me përvojën e tij dhe me arsitë për të arritur atë sukses? Po, siç e dim që Ileda është një trajner i madh, një trajner shumë punëtor, na ndihmoi gjithë të rive, na ndihmoi me përvojën e tij, na dha shumë ai trajner, kështu që u bën edhe suksesi që ai solli në klub. Pas suksesit me klubin e futbollit Ballkanit, në marrë po tregoni shumë të suksesshëm edhe me kombëtarët e Kosovës, po na bëni kanale të më shumë. Dhe përveç që po luani, nëse mundem të shënoj gol, kjo është një arritje shumë e mirë për mua, por e imja është të ta mbroj golin, që mos pranojmë gol. Kështu që jam duke lozur aty, është duke shkuar gjithçka mirë, po arritëm edhe kualifikimin në Ligën B dhe shpresoj që tani në shtator, tetor dhe nëntor që kemi lojë kualifikuese, të bëjmë histori edhe aty dhe të vazhdojmë tutje sepse kemi një ekip të mirë dhe shumë cilësor. Jeni pjesë e tifozërisë tashmë kosovare, të anëtarëve dhe të gjithë të tjerëve që vinë në numër dhe përkajnë. Sa i motivojnë dhe sa gjeni vetën të lumtur me përkajnë e tjerë? Po patjetër, normalisht anëtarët janë gjithmonë në fush, duke na përkrahur neve, edhe ne mundohemi që t'ia kthejmë në mënyrë më të mirë atyre, kështu që jemi shumë krenar që i kemi ata sepse pa ata ndoshta nuk do ishim këtu ku jemi. Keni sa ndeshje të suksesshme, keni ndeshje ku kishim marrë dhe gola, cilat ndeshje do t'i veçonit apo cilat ndeshje do t'i veçonit ju si ndeshje më interesante? Po, gjitha ndeshjet për mua janë të veçanta, normalisht kur duam Kosova është ndjenjë shumë e veçantë. Ndonjë ndeshje nuk e di, ndoshta ndeshja e fundit që e kishëm kualifikues kundër Islandës, ku arritëm edhe kualifikimin në Ligën B, aty ndoshta mund ta veçoj që është ndeshja më e rëndësishme për mua. Në vërtet ju vini tham fillim me përmendëm jo rastisht, por fillohet ka intervistë këtu në përmend
ku vendi dëshmorëve, martirëve në ashtë të gjitha. Sa është të vështirë dhe çfarë? Po normal është shumë e vështirë kur i kujtojmë ato kohë, ku e dim gjithë se çfarë ka ecur fshatë ynë, po ashtu edhe fshatë të tjerë, qytete të tjera në Kosovë. Por kjo më jep motiv shtesë që gjithmonë ta tregoj veten, gjithmonë ta jap më të mirën për këtë fshat, për këtë vend, për këtë shtet, kështu që siç e thënë edhe aty kemi pasur shumë provokime në lojën kundër Romanisë, ku lozëm atje, ashtu më nga vetja ta bësh Shqiponien dhe besoj që i kanë futur ndoshta në inat ata dhe ndoshta nuk ishte ndonjë sjellje shumë e mirë nga një futbollist profesionist, por ashtu ndjeva dhe ashtu e bëra, sepse isha im dhe fosëm me ta. Sigurisht futbollistët janë profesionistë dhe si profesionistë duhet të luajnë rreshtë dhe shënojnë fitore. Kjo është pjesë tjetër, por provokimet janë gjithnjë më të shpeshta dhe tani sigurisht duhet të kujdesshëm mos vini në provokime edhe për shkak të karrierës suaj, edhe për shkak të imazhit ndaj Kosovës dhe ndaj dënimit. Po, është vërtet duhet jemi shumë kujdesshëm që mos të bëjmë ndonjë gjest jo të ishëm, sidomos sepse nga tifozët kundërshtar gjithmonë pritën sharje, ofendime të tilla, kështu që ne duhet të fokusohemi vetëm në fush, të marrim 3 pikët, të kryejmë punën tonë siç duhet dhe kjo është gjithë. Tani një rang më të lartë të garave me kombëtarët e Kosovës, pas fitoret e Islamit. Sot jetë vështirë kjo dhe çfarë mund të presim nga kombëtarët e Kosovës dhe nga lëndë. Po, tani jemi siç e thënë edhe ti një rang më lart, por duke parë që kemi një staf trajner shumë të mirë, një grup futbollistë shumë të cilësor që luajnë në ligat më të mira evropiane, kështu që besoj që nuk kemi ekip për të nënvlerësuar dhe mundohemi që ta bëjmë dhe ta dërgojmë sa më lart Kosovën, sepse nuk është Kosova më siç ka qenë si them herët, kemi lojtarë shumë të cilësor dhe besoj që do arrijmë që të bëjmë dhe të jemi surprizë këtij kualifikimi. Sa është fundi i lojtarëve i pasur? Ka futbollistë që mund të vinë kombëtarët e Kosovës të luajnë. Po fillojmë edhe prej jashtë, por edhe prej Superligës. Po tani siç po e shihni gjithë, ka lojtarë Superligës shumë që jemi vetëm duke lozur në kombëtarën e Kosovës, ka edhe lojtarë cilësor jashtë shtetit që luajnë dhe me nxjerr presin besoj që shumica të jenë aty, ta kenë ftesën dhe të vinë ta tregojnë veten. Por ka shumë lojtarë sepse jemi të talentuar. Ti debutove nga Superliga, po? Po. Dhe mendoni se ka edhe futbollistë që mund të vinë nga Po, patjetër që do gjithmonë. Sa nëse të ka rrim sukses me fonde që kemi edhe si drejtorë të divisionit pak më tepër që kemi afërsime të Po tani ndeshjet kualifikuese në grup e dim që kemi Zvicrën, Sloveninë dhe Suedin, 3 shtete shumë të forta, kështu që edhe ne besoj që nuk jemi për të nënvlerësuar, do ta japim maksimumin dhe besoj që do të kemi një seri të mirë lojash dhe besoj në kualifikim, pse jo. Edhe në Zvicrë dhe Suedi do të keni përkrahjen e tifozërisë shumë shqiptarë, do të jetë lehtë kjo të luani, pasi keni përkrahjen e tifozëve përballë skuadrave që janë në zemër me traditë në cilësore. Po, kam lozur edhe një lojë atje në Zvicër kur kishim lojë miqësore në Bazet pikërisht, dhe ishim më shumë shqiptar në stadium se sa zvicran, kështu që normal kur e ke gjitha përkrahje është një ndjenjë tepër e veçantë, kështu që nuk mungon angazhimi aty nga lojtarët dhe presim shumë, normalisht që fitoria është prioriteti ynë. Në më të gëzoj për lojën që dhënë në Kosovë dhe që kemi zgjedh Kosovës si futbollist cilësor. Ne kemi kombëtarën e Shqipërisë, nuk e di a ke pas ndonjë ftesë apo i e kënaqur se luar në ngjyrat e shtetit të Kosovës. Po normalisht jam shumë i kënaqur që luaj për Kosovën. Nuk ka pasur ndonjë ftesë ka Shqipëria, ka pas vetëm disa fjalë, por asgjë zyrtare, kështu që jam shumë i lumtur këtu dhe vazhdoj ta përkraj dhe ta bëj krenar gjithë Kosovën. Me që jemi të kombëtarë e Shqipërisë i personës sigurisht ndeshjet, sa i kënaqur si e shihni lojën e kombëtarës së Shqipërisë. Edhe ndeshjen me Serbinë si Kosovën. Nuk është ndoshta e imja që ta analizoj këtë, por kam pritur maksimum më të madh nga lojtarët, por kjo është kjo. Ndeshja është ndeshje, ka qenë shumë ndeshje e tensionuar, shumë ndeshje me stres të them për lojtarët, nuk e di se them me provokime, me gjona ndoshta, por kam pritur shumë që Shqipëria do t'i marrë 3 pikë, por çka të bësh, kjo është kjo, futbolli është ky, kështu që presim ndeshje tjera, ndeshjen kthyese që të marrin 3 pikë, pse. Kemi bashkëvendosin tonë me Vedat Morishin, çfarë është marrëdhënia juaj me Vedatin atje si sa janë? Po, Vedati është një djalë shumë i mirë, shumë punëtor, i cili më ndihmon shumë
kam marrëdhënie shumë të mira me ta dhe falenderoj shumë për gjithçka prej ditës së parë që jam aty deri më tani, se më ka ndihmuar shumë. Nëmër tashmë ke krijuar emër dhe po luan edhe me ekipet cilësore, aktualisht në CSKA Sofia. Çfarë është statusi juaj së kënaqur me trajtimin tuaj në këtë klub? Po, tani jam në CSKA Sofia, jam shumë i kënaqur, kam pritur shumë mirë. Fillova prej fillimit të sezonit, domethënë prej se jam transferuar atje, kam lozur gjitha ndeshjet. Si them, jam bërë si lojtar kyç i ekipit dhe besoj që janë edhe ata të kënaqur me mua, kështu që kretë për ndonjë kalim në klub në po ka ca interesime, por nuk mund të them asgjë sepse asgjë nuk është zyrtare ende, kështu që ka disa interesime dhe po presim. Jam ende lojtar i CSKA-s, kështu që jam i fokusuar aty. Në bërë tashmë keni bërë emër në prezent, po kemi në mrapa dhe sa që intervistojmë të vezet, të rinj talentet, si që qërojmë asët e sarmës, edhe kërë i pyes cili është klubi juaj preferuar dhe futbollisti juaj i pëlqyer, idoli juaj, nuk e beson pothuajse të gjithë, më thonë klubi futbollit Ballkani, aty ka luajtur në Bardellova, nëse lojtari më pëlqyer në Bardellova, idoli i tij. Është një nder për mua, është një kënaqësi shumë e madhe kur i dëgjoj këto fjalë, sepse më ka ndodhur edhe mua që t'i shoh në rrugë fëmijët dhe janë shumë të gëzuar, vinë bëjnë foto, kërkojnë autografe e gjona, kështu që kjo më jep motiv ekstra shumë dhe të vazhdoj të punoj, kështu që ju them edhe atyre mos ndali asnjëherë, vazhdoni punoni sepse do keni sukses dhe shpresoj që ta keni suksesin edhe më të madh se timin, sepse ka shumë talent dhe e meritojnë që shkojnë lart. Ljumbardi ka qenë dikur si ata. Po, patjetër. Ishte futbollisti i ri Ljumbardi, i cili lojtari kishte idol. Kam pas shumë lojtarë idol, por normalisht pozita ime ka qenë qendërmbrojtës, kështu që ka qenë Sergio Ramos, Piqué, janë ndërta. Ka shumë emra, por nuk po i cek i gjithë. Tashmë jepet vetja. Ke ndonjë synim që pëlqen të bëj futbollistin evropian që mendosh ta duash dëvën si ai? Po, normalisht ka shumë futbollist, po një ndër ta e kam cekur edhe në intervista më herët është Van Dijk i Liverpoolit, është një lojtar stabil, një qendërmbrojtës shumë i mirë. Është një ndër lojtarë që më pëlqen shumë, një ndër mbrojtësit më të mirë në botë. Tashmë je profesionist, aty ndoshta pyetja nuk është më vështirë se merresh vesh aty shkon. Me kënaqësinë cilën ekip do të kishte dëshirë të njohë. Me kënaqësi për momentin vetëm Barcelona. Mund të realizohet kjo. Shpresoj normalisht ëndra është ëndër, shpresoj që të arrij atje një ditë, luaj për klubin tim preferuar që e kam dhe pse jo, nuk e dihet asnjëherë. Në marrë dhe shtjera, por në këtë mosh, në këtë rang, tani në këtë situatë, ku ke bërë emër të futbollit që po fillon këtë intervistë, edhe po është një modesti tepër të madhe të ju, vini këtu në vendindje, jeni shumë i afër me këtë banorë, kjo më ka nga përshtypje tjetër zakonisht. Do të vazhdosh ta vizitosh, edhe pse je shumë i zënë, si futbollist profesionist, do të jesh i zënë. Po patjetër, siç e dim që jam i zënë, jam i ngarkuar me ndeshje, me stërvitje me ekipin, por sa herë të mirë për mundësia, vetëm një ditë ta kem pushim, me njerë vinë në fshatin tim, këtu ku jam rritur, këtu ku i dua gjithë dhe më duan gjithë, dhe mundohem të respektoj gjithë, pa marrë parasysh a është i ri apo është i vjetër, mundohem që t'ju jap dashni sa më të madhe dhe normal që ndihem shumë radhë dhe shumë krenar këtu që jam. Të lumë dhe në kuadrë të kësaj ke premtuar se do të mundohesh të jesh pjesë e turneut që do të organizohet për ndërtë të dëshmorëve dhe martirëve, pavarësisht se je shumë i zënë, por premtove se do të jepet pak mundësia do të jesh në këtë turnev. Po patjetër, vetë si të jepet mundësia vetëm do vi të shikoj turneun dhe t'ju jap përkraje gjithë atyre lojtarëve që luajnë aty sepse ndoshta do kem ndonjë shok timin që kam lozur më herët me ta dhe normalisht do jem këtu patjetër. Nuk është diçka për fund se s'kam përgatitur këtë me këtë intervistës. Është të thuash apo ndoshta një apel, një mesazh për futbollistin. Po, dua t'ju falenderoj juve si televizion Spari për mundin që keni bërë për të ardhur këtu. Faleminderit shumë. Apel duhet i bëj gjithë futbollistëve të rinj pa marrë parasysh moshës, që mos ndalen asnjëherë, të vazhdojnë, ndoshta si them ti kujtojnë gjithë ato sakrifica që kanë hequr më herët dhe të vazhdojnë të punojnë për këtë dhe të arrijnë në majat e futbollit sepse asnjëherë nuk bën ndërzohesh, vazhdo, puno dhe mos ndal asnjëherë sepse do vijë edhe dita jote. Nëse le të harrohem një pyetje për Lirin. Fillove karrierën e Lirin, Liria në asnjë mënyrë të stabilizohet së duhet edhe të jetë pjesë e Superligës. Çka mendon? Mendon se në një tarë shumë të Liria
edhe do t'i gatuar Superligën edhe aty ndoshta ka vendin e përshtatshëm. Po normalisht Liria gjithmonë ka vendin në Superligë duke i parë parasysh gjithë ata tifozë, gjithë ata qytetarë që dalin ta shohin në ndeshje. Është një gjynaf i madh që mos të shohim Lirin në Superligë, por besoj që shumë shpejt do organizohen dhe do jenë aty. Me do e mos do jenë aty sepse e meritojnë. Në marrë të falenderoj shumë në kohën që në gjete, që të shmërë në intervistë për shqipësit tanë të përtualizërë në Simon, të uroj shëndet, fart dhe të në bësh kënar edhe më shumë të sa që në kënërë, sepse në kënërë njaftë në për presim më shumë nga në Barcelona. Patjetër, faleminderit shumë për juve, gjithmonë do mundohen të bëj kënar dhe të jem faqebartë me gjithë dhe faleminderit shumë për kohën edhe juve. Faleminderit shumë.